Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar një fotografi që në fakt po bën xhiron e rrjetit në rrjetet sociale. Do të flasim për një fotografi për Gjestin. Gjesti bëri një video që e publikoi në rrjetin social Instagram të tij, duke informuar të gjithë publikun se pikërisht në janar të vitit 2026 Gjesti do të rikthehet në skenën muzikore. Një rikthim në fakt i shumë pritur nga gjëja e vështirë që i ndodhi në jetën e tij. Humbja e gjës më të shtrenjtë, humbja e vllaut të tij. Gjesti i thyer shpirtërisht, por me një motiv shumë të fortë, do të rikthehet në skenën shqiptare. Një fotografi që ka bërë xhiron e rrjetit është fotografia që ju po shikoni. Gjesti në krah të një femrës me flokë të bardha është komentuar jashtëzakonisht shumë dhe është përfolur që Gjesti po rikthehet në artin shqiptar, në muzikën shqiptare me projektin e tij të parë. Por nga investigime që ne kemi bërë dhe unë konkretisht si gazetar i Showbizit kam bërë për 2 ditë me radhë dhe pyetësorin që unë kam bërë rreth miqve të afërt të Gjestit, kam arritur të kuptoj që kjo foto nuk rezulton të jetë e vërtet. Është foto me inteligjencë artificiale, do të thonë femra në krah të Gjestit është e inskenuar si situatë dhe nuk është një foto e vërtet. Do të thonë nuk është Gjesti ai i cili ka regjistruar në një videoklip, nuk është Gjesti ai që në fakt është parë me këtë femrën në krah. Të gjithë kanë nisur që të komentojnë, të gjithë e kanë pritur me dashuri, Gjesti do të rikthehet. Gjesti është duke punuar një këngë që në fakt videoklipin akoma nuk ja ka realizuar. Presim në ditët në vazhdim që Gjesti të publikojë gjithçka në Instagramin e tij. Domethënë zyrtare nga ana e Gjestit për ta besuar ju si publik është momenti kur Gjesti publikon në Instagram dhe në Instagramin e 360 Music, ndërsa platformat e tjera që përflasin për Gjestin se çfarë do të bën dhe çfarë do të sjellën janë krejtësisht të lajme të reme. Do të thonë fotografia me të cilën ju e keni parë Gjestin me vajzën në krah është një fotografi e reme, do të thënë e krijuar me inteligjencën artificiale. Presim në ditët në vazhdim se çfarë do të na sjellë Gjesti.